A jeni mashtruar së fundi nga inteligjenca artificiale? Nëse u keni besuar këtyre pamjeve në rrjet, gjasat janë që po. Kjo video e një shqiptare të pasjellshme që po ha në avion, gjeneruar me AI. Një tregues është mungesa e ndonjë reagimi kurreshtar nga pasagjerët para gruas, të cilët nuk thënë as kokën për të parë se kush po grindet prapa tyre. Dihet që shqiptarët nuk merren me llafe. Me motorin e kërkimit pamor Google Lens, faktoi e gjeti se video është postuar fillimisht në TikTok nga një llogari që poston ekskluzivisht përmbajtjet gjeneruara me AI. Foto e kryeministit kosovar Ramush Haradinaj duke arrestuar në SHBA të shkurt, gjeneruar me AI. Haradinaj ishte vërtet në SHBA për një vizitë zyrtare, po AI nuk arrestua gjatë saj, të tashmë është kthyer në atë dhe. Ky imazh i pedofilit amerikan Jeffrey Epstein që endet i gjallë rrugëve të Tel Avivit 7 vite pas vdekjes së tij në burg, gjeneruar me AI. Kjo dallohet në gafat logjike që janë tipike të programeve gjeneruese, si pozicioni i gabuar i dritave të gjelbra në semaforët në sfond, tabela për një vend inekzistent Hangus F dhe tabela për Tel Avivin që mban tekstin e gabuar në hebraisht, siç vëret kur krahasohet me tabelat e vërteta që shkruajnë Tel Aviv. Në fakt, imazhi u postua për herë të parë në rrjet në një forum të dedikuar imazheve zgjeneruara me AI. Në cep të imazhit origjinal vëret logo e Gemini, chatbotit të inteligjencës artificiale të Google. Pyetur nga komentuesit, autori i postimit ka rikonfirmuar se imazhi ishte krijuar me Gemini. Kështu që kujdes, qëndroni skeptik.